Forcat izraelite vazhdojnë të shënjestrojnë dhe vrasin qëllimisht civil palestinez me snajper, dron dhe sulm ajrore, ndërkohë që zgjerojnë më tej pushtimin e territorit të Gazës, pavarësisht anë pushimit që është në fuqi që nga tetori i kaluar, raportoi Associated Press më 31 maj. I tha një ushtar i Izraelit agjencisë Associated Press. Duhet të ndalojmë përdorimin e këtij termi, tha një tjetër ushtar për agjencinë e lajmeve. Nuk u shërben njerëzve që duan të ndalojnë luftën. Ishte një xhungëll, tha një ushtar i dislokuar së fundmi në Gaza. Në shumë raste, forcat izraelite kanë dështuar ose kanë refuzuar të shënojnë qartë vijën e verdh, duke krijuar konfuzion tek palestinezët që jetojnë pranë saj dhe duke u dhënë trupave izraelite mundësinë t'i vrasin për argëtim. Associated Press ka dokumentuar raste të ushtarëve izraelit që qëllojnë civil palestinez, përfshirë fëmijë që luanin pranë vijës së verdh. Ushtarët thanë se ndihej sikur vrasjet nuk ndaleshin kurrë pas shpalljes së anëpushimit. Të dhënat veçanta nga Armed Conflict Location and Event Data Project, një organizatë jo fitimprurëse amerikane, tregojnë se trupat izraelite vranë 73 palestinezë pranë vijës së verdh në prill, një rritje prej 25% krahasuar me janarin, ku u vranë 58. Izraeli ka përshkallëzuar gjithashtu vrasjet përmes sulmeve ajrore në muajt e fundit. Një raport i brendshëm i shpërndar mes organizatave të ndihmës muajin e kaluar tha se Izraeli është bërë gjithnjë më proaktiv me sulmet ajrore. Më 26 maj, një natë para festës së Kurban Bayramit, 3 sulme izraelite vranë 12 palestinez, sipas zyrës OKB-s për të drejtat e njerëzit në territoret e pushtuara palestineze. Një vajzë 14 vjeçare e plagosur atë ditë më vonë ndroi jetë. Një grua 30 vjeçare dhe një vajzë 5 vjeçare u vranë në të njëjtin sulm. Që nga shpalla e anëpushimit, të paktën 32 fëmijë dhe 8 gra janë vrarë në sulmet izraelite, ku viktimat ishin ekskluzivisht gra dhe fëmijë. Deklaroi OKB-ja. Shqetësimet tona për kryerjen e krimeve të luftës në Gaza nuk janë ndalur, tha Ajid Sungaj, kreu i zyrës OKB-s për të drejtat e njerëzit në territoret e pushtuara palestineze. Është mjaft e vështirë të jetosh në zhvendosje kronike mes rënojave të Gazës, nën blokadë dhe pasi sulmet izraelite kanë shkatruar pothuajse çdo sistem jetik, shëndetësinë, arsimin, prodhimin e ushqimit, zbatimin e ligjit dhe rendin civil. Vazhdimi i sulmeve ushtarake ndaj një popullsie që jeton në këto kushte është i paimagjinueshëm, tha ai. Zëdhënësi i mbrojtjes civile të Gazës, Mahmoud Basal, tha më 31 maj se të paktën 29 palestinezë, përfshirë shumë gra dhe fëmijë, janë vrarë që nga fillimi i Kurban Bayramit në sulmet e vazhdueshme izraelite në gjithë rripin e Gazës, duke paralajmëruar për mungesa të rënda dhe duke bërë thirrje për veprim urgjent ndërkombëtar për të mbrojtur civilet dhe për të mbështetur sektorët humanitar dhe të shërbimeve në Gaza. Të paktën 930 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në gjithë Gazën, që nga shpallja të ashtu quajturit anëpushim më 11 tetor 2025. Izraeli ka pushtuar gjithashtu territore shtesë në Gaza, përtej 50% shit të lejuar përkohësisht nga marrëveshja e anëpushimit. Kryeministri Benjamin Netanyahu pranoi javën e kaluar se trupat e tij kontrollojnë të paktën 60% të rripit. Ai tha se kishte dhënë urdhër që ushtria ta zgjerojë këtë në 70% si një hap shtesë drejt pushtimit të plot të Gazës. Gjatë një fjalimi në Akademinë e Leadershipit Ein Prat, një pjesëmarrës nga publiku bërtiti se Izraeli duhet të marrë 100% të Gazës, Netanyahu përgjigj duke thënë: "Po ecim me radhë", duke sugjeruar se ky është qëllimi i afatgjat i qeverisë së tij. Së pari 70% do të fillojmë me këtë, tha Netanyahu. Hebrejt izraelit nacionalist fetar në kabinetin e Netanyahut shpresojnë të kolonizojnë gjithë Gazën, duke pastruar etnikisht nga banorët palestinezë dhe duke ndërtuar vendbanime për hebrejt, si ato që kanë ndërtuar në mënyrë të paligjshme në bregun perëndimor të pushtuar që nga viti 1967.